mosha kaq të reja? Disa janë gjenetikisht të përcaktuara. Kardiomiopatia hipertrofike, këto që përmenda unë, mund të jetë gjenetike, që nuk janë zbuluar. Nuk ka lidhje me stilin e jetës me këtë? Tendenca për infarte në moshë më të re, në moshë të re, vitet e fundit, ka lidhje patjetër edhe me stilin e jetës, sepse nëse rriten numrat me të njëjtën popullsi, patjetër që ka të bëjë me stilin e jetës. Në moshë të re prevalojnë, si thosh, smundjet e lindura, ndërsa me rritjen e moshës ateroskleroza, formimi i pllakave në arteriet koronare, si pasojë e stilit të pashëndetshëm të jetesës, stresi i shtuar, hipertensioni, shtimi i diabetit, shtimi i obezitetit, shtimi i duhanit, janë faktorët kryesor të rrezikut që shtojnë edhe aterosklerozën. Përdorimi i stimulante, për shembull kokaina ose stimulante të tjerë, mund të nxisin aritmi të zemrës, të cilat mund të jenë edhe fatale. Mund mos ketë shenja fare dhe shenja parë mund të jetë vdekje papritur. Në raste të tjera mund të ndodhi që të ketë pas për shembull të fikët, mund të ketë pas dhimbje gjoksi, mund të ketë pas rrafje të shpejta zemre dhe që nuk janë vlerësuar nga... Në rast se ka gjëra të tilla, menjëherë njeriu duhet të marrë. Mirë është të vlerësohet,